transmetohet me një rast me Ebu Hanifen, ku ishte duke diskutuar me ateistët e asaj kohe, të cilët pretendonin se jeta e kësaj bote dhe krijimi i kësaj bote ka ardhur rastësisht dhe nuk ka ndonjë krijues absolut siç është Allahu subhanahu wa taala. Një ditë Ebu Hanifa për t'i sfiduar në argumentet e tyre, për t'i sfiduar në bindjet e tyre, thot do ta lëm një takim për të diskutuar për këtë pikë, se bota nuk është e krijuar rastësisht. Dhe ata lën një takim në ditën e nesërme, siç mund të themi për shembull në ora 12 të ditës, dhe të nderuar vëllezër, Ebu Hanifja shkon mirë po vonohet në takim. Dhe pasi që vonohet, takohet me ta. Ata ankon dhe i thojnë, pse je vonuar, cilat janë shkaqet, ne jemi duke të pritur për një kohë të gjatë. Ebu Hanifja ju thot atyre, u vonova për arsye se duke ecur me një anije u shkatërrua anija jonë dhe mbeta buzlumit. Pastaj rastësisht erdhen disa drunj të cilët u bashkuan mes vete, e pastaj ishin edhe disa pjesë të tjera të metalit ku bashkua dhe u formua një anije. Pasi që u formua kjo rastësisht, unë e hipa në të dhe erdha me të deri te kjo, për këtë arsye u vonova. Ata duke u tallur dhe duke e nënvlerësuar thanë ti po tallesh me ne, që shka mundësi ajo anije mu bë bashk vet, pra me u formu vet, pa e ndrejt dikush. Ebu Hanifja filloi që çeshte dhe tha, në qoftë se për një anije të vogël, një pjesë të kësaj bote, ju nuk po besoni që rastësisht është formuar dhe është krijuar, si ka mundësi t'ju besoj unë juve për pretendimet e juaja se krejt këto galaktika, male, qiej, liqenj, lumenj, njerëz e kështu me radhë janë të krijuar rastësisht dhe nuk kanë ndonjë autor. Fe buhit alladhi kafar, mbetën të shtangur ateistët nga argumentimi fuqishëm që e kishte Ebu Hanifja. Andaj, shumë prej njerëzve janë të hutuar dhe gafil në këto ajete të cilat i ka krijuar Allahu subhanahu wa ta'ala.